ndodhemi këtu? Këtu jemi në ura e Baba Selimit në fshatin Qavzes. Dhe si që shikoni konkretisht, kjo urë është e rrëmbyer nga rrjedha e lumit, se erdhi me një furi të madhe. Nuk ishte parë ndonjëherë të kishte kaq rreshje. Fjalë për shirat e ndodhur një javë më parë. Para një jave kjo ishte një ulërim, të themi në kuptimin e gjerë të fjalës, nuk e imagjinonin dot të vinte kaq ujë. Dhe ja siç e shikojmë edhe vetë këtu konkretisht, kjo është Kemzja këtuja, që ka 4 vjet që ka lëvizur nga vendi dhe nuk vurën dorë asnjë nga institucionet e bashkisë, apo të qendroret apo vendoret nuk kanë ardhur që të vënë dorë. Të paktën të hitnin një grusht dhe atje siç e kanë bllokuar sot. Sepse ishte me rrezik, nuk kalonin dot mjetet. Tani, me sy të lirë shikohet që gjithë pjesa Gjithë kjo është rrëzuar nga rrjedha e lumit. Sepse këtu kur thash ka 4 vjet, kjo tregon që nuk është bërë asnjë një përpjekje vogël të bëhet, të vi ta shikoj një herë. Tu nuk dim çfarë të themi tani, sidomos më shumë jemi të shokuar nga gjendja që po ndodh me urën, sepse kjo urë lidh gjithë ato fshatra këteja në zona e çlirimit. Kalojnë mbi 13-14 fshatra, vetë fshatrave të Korçës që janë në kufi me Korçën, edhe ato rrezikohen, se edhe ura në Lubonjë ishte prishur dhe nuk kanë nga të kalojnë, do kalonin këtu. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme për mendimin tim si banori i këtij fshati. Kjo i lidh gjitha zonat. Se lumi Osume është i pabesë. Nuk tregon besë ky. Ky të gënjen. Se unë që po rri tani në këto momente po më dridhe kemë duket sikur do bjen atë çastin e çaste. Po patjetër dhe bëjmë gabim që rrim këtu. Shumë të rrezikuar, ja duket vetë nga pamjet. Do ikim avash avash? Po patjetër të shkojmë edhe t'ju themi edhe shumë gjëra t'ju themi juve si gazetar, se të paktën të pasqyrohet, ta shikoj mbar bota më ta shikoj. Edhe diaspora, shqiptarët që janë në diasporë të vinë të thonë çfarë do të bëjmë. Të ngrihen qandeve. Edhe pleqtë janë, shumica janë pleq këtu. Unë në fshatin Kalden kam njerëzit e gruas atje, dhe është vjera ime është shumë e smur. Ja tani ku do vi ambulanca, me se ta sjellë. O zjarr fiksja qoftë lart një zjarr me të bjerë, nga to kaloj zjarr fiksja. Me se do të tash. Duhen menduar shumë gjëra më. Shiko, shirat nuk kanë ndaluar. Kemi frikë se mos. Kemi një javë me këto shirat dhe valla i themi ku do qëndroj. Në dorë të Zotit jemi. Keni frikë nga përmbytjet? Po patjetër, tokat janë përmbytur këtu në zonën tonë poshtë. Ato pak toka që kemi të mira janë përmbytur. Dhe shumë dëme janë bërë. Mirpo kjo është puna që bën bashkia. Nuk e marrin asnjëherë, nuk e marrin iniciativën të vinë. Po të thonë dy llafe të thonë. Si do bëjmë të çaj mallin? Iku zgjedhjet. Jeku të vish aty. Shqiptar jemi, shqip flasim, nuk flasim arabisht ai drejtë. Po na vjen me bën maratonën e këngës atje, çdo behare dhe nuk vjen te 10 milion lekë donte kjo të rregulloj. Punën do ta bënim neve, fshatarët të vetëm këtu ja të punojnë vetë. Ku ti bëni thirrje sot, çfarë thirrje? Unë i bëj thirrje vetëm kryeministrit sot, ta shikoj mirë me këto punët e bashkive. Se ai u thirr në SPAK, dhe mirë bëri që u thirr në SPAK, po të vinte te këtu të shikoj edhe këtë ja, ai SPAK-u. Dhe kontrolli i lartë i shtetit të viti kontrolloj të gjitha punët që ka bërë ai. Dhe ku i ka bërë, si i ka bërë. Bolli 3 hektar, 4 hektar me harë aty në një fshat. U odhën gjithë ato leka. Edhe nuk ka një kokër arë atje.